Ka veshtenake gjithkohë këtë Kosovë. Jo, absolutisht, absolutisht. Veshtenake është trend u bë, trend u bë. Do gojdhona thonë se gjëja se pas ka pas një kohë. Kohë në Romakve, pallate. Po. Sportin e pas kanë të siguruar nga vetë shkolla, kështu që është një gjë për të... Çka... Pse kjo gjendje? Pse ka qetësim fshatin e juve? Po s'ka një dhe shpërngullin, shku jashtë, shku në qytet. Deri tash, inshallah nuk kumbo diçka gabim ose me gjyku mungesa infrastrukturës, sa kanë qenë faktorë të shumë duke pasur parasysh janë disa kilometra goxha të mira për në komunën e Podujevës. Po ta ashtu është në vend e vogël, vend i ngushtë, me detyri proprietor më marr me bujqësie çashtu. Kështu që po Ti nga Pullata. Po. I je këtu Hanedën? Po. Që është një fjalë popullore apo jo? Po. Me çka po mirësh me marketa apo Po, kopull? Po, tash ro puna se ka njerëzve që qysh me botë. Që so vite e mon mend ti Pullatën, a ka qenë paktën vite përpara më e lëzuar, ka pas njerëz? Po, shumë. Shumë? Ja, patjetër po. Edhe në morë me blegtori. Po, blegtori, me bujqësi, me... Po du me ditë, komuna si komunë e Podujeva u zhvillu, po gjendja e fshatrave e gjithë kjo që i ka... Po, ka veshtenake gjithkohë këtë Kosovë. Jo, absolutisht. Veshtenake është trend u bë. Ma atë shkollime, ma atë punësime, ma atë shtëmijekut, ma atë të na. Po, sigurisht. Zonë sa mundet mi pas shkolla, më se dit? Diku rrëth 50, saktë. Rrëth 50. Gjitha ka tunë grave të unë qëtë. Çka të vinë pej dvërishtës? Slatine, Brece, Murgulle, Zhitije, Repe, Pollaç. Edhe është transporti i sigurum. Transportin nxënësit e bonë shkollar, është minibusi i tyne i shkollës është, do mund komuna e paguën, edhe ka shoferin, edhe i merë, edhe i këthen. Ani shumë mirë, pak të mos me... Ja, po. Problem se kanë, para shkollë, do mund klasë të ullëta, jo. E ata që dojnë të autobusi vjenë, po edhe kjo është ka problem se pak kohë të alë, pak njerëz. është probleme bjetue. Base mund është mi pas disa vjetë, pse e ka emrin Pollat, a mund është me e dit? A e mojnë mend të parët në ashta? Vallaj nuk di, kjo do gojdhona thonë se gjëja se pas ka pas një kohë. Kohë në Romakve, pallate, po. Mos e merr shumë. Mos me marr shumë sigurt, po zakonisht të tuponimet e emrave vinë. Do gojdhona çashtu thëshin, do profesora para lups që vesh na vizitojnë do tubimet që bëshin. Të tregojnë çashtu që gjëja se kanë lexuar diku. I nderuar emrin s'po ta di. Xhevdet. Zoti Xhevdet, ma bën hallall që të erdha kështu edhe të bona me një farë forme kurban vend kryetorit, po veç doshta me ditë para shumë tore me shku puna marr edhe shëndetin me pas. Si se kim shëndetin. Pas pak po vi me ble diçka të te, veç të mbylli këtë pjesë. E falenderoj shumë zotin Xhevdet që na foli për Pollatën, realisht ende ka, siç na tha ai shumë mirë, që ka shumë fshatra në vendin tonë që kanë mbetur në gjendje, po a do të më mbet, sigurisht që nuk do të më mbet, sepse disa rrugica do të më ushtru, që të paktën mos më i detyru banorët me e lëshu komplet fshatin kështu në tërësi. Kuptuam që Shkolla Shefki Latifi pas ka 50 nxënës dhe transportin e pas kanë të siguruar nga vetë shkolla, kështu që është një gjë për të sepse mos me i lanë fëmijët me ecës, sidomos të këto kohë të ftohta në këto kohë dimri.